Mbi 43 kg flori, kërcënime, shantazhe dhe një pronë e paluajtshme. Kjo është ajo që sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme fshihet pas një rasti të rëndë zhvatjeje në Gostivar. Dy shtetas turq dyshohet se për vite me radhë kanë ushtruar presion ndaj një 66 vjeçari dhe djalit të tij 41 vjeçar, duke i detyruar të dorëzojnë pasurinë e tyre. Rasti i cili dyshohet se ka zgjatur nga viti 2019 deri në vitin 2026, tashmë është në duart të institucioneve kompetente, të cilat njoftojnë me sa vion. Zyra e jashtme për çështje kriminalistike në Gostivar ka paraqitur kallëzim penal ndaj TD 55 vjeç dhe ZD 54 vjeç nga Turqia për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale zhvatje. Të dyshuarit në vazhdimsi nga viti 2019 deri në vitin 2026 përmes kërcënimeve kanë detyruar një 66 vjeçar nga Gostivari dhe djali i tij 41 vjeçar të dorëzojnë arë të përpunuar me peshë totale prej mbi 43 kg arë. Ata në mënyrë të paligjshme dhe arbitrare ia kanë llogaritur vlerën arit si lëndë të parë të shkrirë dhe jo si produkte të përpunuara, të cilat kanë vlerë dukshëm më të lartë në treg. Gjithashtu të dyshuarit, përmes shantazheve dhe mesazheve kërcënuese drejtuar djalit dhe familjes së tij, gjatë shkurtit të vitit 2025 e kanë detyruar 66 vjeçarin të nënshkruajë një parakontratë për shitblerje në një pronë të paluajtshme, përmbajtja e së cilës nuk i është lexuar tek noteri në Gostivar, sqarojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ky rast është një tjetër dëshmi se kërcënimet, shantazhet dhe presioni ekonomik mund të kenë pasoja të rënda për viktimat dhe familjet e tyre. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që përballen me kërcënime, presione apo tentativa për t'u marrë pasuria në mënyrë të paligjshme, të mos heshtin dhe të njoftojnë menjëherë institucionet kompetente. Denoncimin në kohë, thonë ata, mund të ndihmojnë në parandalimin e abuzimit të mëtejshëm, mbrojtjen e viktimave dhe dokumentimin e rasteve para se dëmi të bëhet edhe më i madh.